لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhalla xjalaluhu është ai i cili krijon çka të doj dhe përzgjedh nga krijesat e tij çka të doj. Dhe kjo veçori është vetëm për Allahun xhalla xjalaluhu dhe për askën tjetër. Sepse gjitha veprimet e të tjerëve, gjitha punë që i bajnë të tjerët, janë në vullnetin dhe dëshirën e Allahu xhalla xjalaluhu. Ndërsa Allahu xhalla xjalaluhu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet se çka vepron ndërsa të tjerët pyeten. Allahu xhalla xjalaluhu krijon çka të doj dhe përzgjedh çka të doj nga fjalën që ka thënë në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dhe Allahu krijon çka të doj dhe përzgjedh çka të doj. Prej krijesave të tij e ka përzgjedh, do thotë e ka dalluar njeriu, e ka krijuar njeriu dhe e ka dalluar, e ka përzgjedh nga krijesa tjera. Prej vendeve Allahu xhalla xjalaluhu i ka krijuar vendet, gjitha vendet, ndërsa e ka përzgjedh vendin Mekja që të jetë vendi ku është çabja, shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës por me adhuru Allahun xhalla xjalaluhu. Nga koha Allahu xhalla xjalaluhu nga muaj që i ka bën 12 muaj të vitit ka përzgjedh muajin e Ramazanit. Nga ditët e javës e ka përzgjedh ditën e Xhumë, e cila është më mira prej ditëve dhe më e dallumja nga ditët e tjera. Ndërsa prej ditëve të vitit e ka përzgjedh një ditë e cila quhet dita e Arafatit. Dita e Arafatit është në këto ditë që ne jemi duke i përjetue. Këto ditë që jemi ne duke i përjetue, të nderuar vëllezër, janë 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja që ne jemi në mesin e tyre janë prej ditëve më të vlefshme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë punë e mirë që është më e dashur tek Allahu xhalla xjalaluhu se sa puna në këto 10 ditë e para të Dhul-Hijjës. Brenda këtyre 10 ditëve është një ditë më e veçantë, e ajo është dita e Arafatit. Dita e Arafatit për ata të cilët janë në haxh dhe ata të cilët kanë vizituar apo kanë kryer haxhin më herët, dita e Arafatit është e njohur për ta. Mirë po, kjo ditë është quajtur dita e Arafatit për shkak se haxhit të cilët shkojnë për me krye obligimin e haxhit e kanë patjetër që
një ditë prej ditëve të haxhit që i kanë me qëndrue në një vend, e ai vendi e ka emrin Arafat ose Arafa. Një kodrinë e vogël, një vend ku aty duhet patjetër të qëndrojë haxhiu për me u llogaritë që e ka përfunduar dhe e ka kryer haxhin. Pse kjo ditë është quajtur me këtë emër dhe cilat janë vlerat e kësaj dite dhe cila është e veçantat e kësaj dite, besimtari duhet të jetë në njohuri rreth kësaj dite, sepse nuk ka ditë më të vlefshme në sipërfaqen e tokës se sa dita e Arafatit. As dita e Ramazanit nuk janë më të vlefshme se sa dita e Arafatit. Ushtrujt kjo dita e Arafatit për shkak thash qëndrimit të haxhive në një vend që quhet Arafa. Fjala Arafa ka kuptimin e dijes, ka kuptimin e njohjes, ka kuptimin e vetëdijësimit. Dhe kjo ditë thonë është quajt e ka marrë këtë emër, apo ky vend e ka marrë këtë emër, vendi i Arafatit, sepse është një vend shumë i shenjtë. Është një vend që e dallojnë besimtarët, e njohin gjithë besimtarët këtë vend. Kanë thënë gjithashtu se ky vend është quajtur me emrin Arafa, sepse haxhit kur shkojnë në këtë vend, po edhe ata që nuk mujnë me shkuar në haxh, me qëndruar në këtë vend, çat ditë kthehen Allahu xhelle xhelalu me lutje dhe me kërkim falje për m'ia fal Allahu xhelle xhelalu mëkatet. E do thot me pranu e thirr fajsin tonë, edhe mi thonë Zotit, o Zot, une kam bë mëkate dhe kërkoj faljen tonë. Kjo është një lloj pranimi, edhe një lloj që ti ja bën njohjen e mëkateve vetes tonë. Ka thënë për këtë arsye, për shkak që njerëzit ngritën dhe bojnë lutje dhe bojnë doa, thonë o Zot, falna ti neve gjuna dhe mëkatet që i kemi bë më herët, thonë dhe haxhit sidomos që qëndrojnë atje, thonë e ka marrë këtë emër për këtë arsye, sepse njerëzit e llogaritin veten e tyre, do thot edhe pajtohen me veten e tyre se me të vërtet kanë nevojë për faljen e mëkateve. Po ashtu thuhet se e ka marrë këtë emër kjo vend, sepse Ademi alayhis salam me bashkëshorten e tij Hawan, kur kanë zbrit prej xhenetit në tokë, takimi i parë që u kanë mes atyre dyve, sepse nuk kanë zbrit në të njëjtin vend, takimi i parë që u kanë mes atyre dyve u kanë në këtë vend që për këtë arsye është takimi i njohjes. Takimi i njohjes. Si do të jetë kjo ditë të nderuar vëllezër, e ka një të veçantë në zemra dhe në shpirtat e besimtarëve. E para është dita madhështore. Si përfaqen e tokës, tyrën e tokës, në ditë e vitit që Zoti i ka bë, nuk ka ditë më të madhe se dita e Arafatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë më të vlefshme se këtë dunja se sa dita e Arafatit. Allahu xhelle xhelalu mburret me ata të cilët e shfrytëzojnë këtë ditë, sidomos ata të cilët qëndrojnë në këtë vend, mburret me robët e tij para melaçeve. Kjo ditë gjithashtu është festë, është një ditë e veçantë për arsye se në këtë ditë është përmbyll mesazhi hyjnor i Allahu xhelle xhelalu për robërit e tij në tokë. Dhe ajeti i fundit që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka treguar se unë e përpsosa fen, unë e kompletova këtë fe, dhe nuk ka mundësi mu as me shtu diçka e as me paksu e diçka, është do thot në këtë ditë. Dhe njani prej hebrejve, prej jehudive, që ka banue në Medine, në kohën e Omerit radiallahu, kur ka qenë udhëhec Omeri, i ka thonë Omerit kështu, i ka thonë o udhëhec si muslimanve, ka thonë ju e keni një ajet në librin e juve, në Kur'anin e juve, që me na pas brit neve hebrejve na kishmi bo fesë për to, kishmi bo gjymësh për to, kishmi kremtu e këtë ditë. E ka pas për qëllim ajetin fjalën e Allahu xhelle xhelalu el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot unë jau plotësova juve fen. Allahu e ka zbritur këtë ajet. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe
kam plotësue begatit e mia ndaj jush. Wa raditu lakumul islame dina, dhe jam i pajtimit që Islami të jetë feja e juve. Jam i kënaqur që Islami të jetë feja e juve. Ka thënë ky hebrej me pasdit të na që ky ajet sa madhështor, që po tregon Zoti se ja ka plotësue këtë fe. S'keni mo kush çka lëpni dikon tjetër. Nuk ka mundësi do të thotë me pas diçka besimtari në jetën e tij e mos me pas ku mu kthy te feja e vet. Çfarë do problemi, çfarë do të lashë në jetën e tij? E ka plotësu Zoti këtë fe. Ka thonë me na pas zbrit neve që kjo ajet na kështu marr fesë. Omeri ka thonë unë e di kur ka zbrit. Edhe në çvend ka zbrit, edhe kujt i ka zbrit. Thotë ky ajet ka zbrit në ditën e Arafatit. I ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Arafat. Kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritur në kam, i ka zbrit ky ajet në ditën e Xhuма, në ditën e Arafatit. Gjithashtu të nderuar vëllezër, kjo për këtë ditë Allahu xhalla xhelalu është betuar në Kur'an më shumë se në një vend. Dhe Allahu kur betohet diçka, le ta dim se cili prej neve se shumë është e vlefshme. Shumë është e rëndësishme për besimtarin. Është betu Allahu në kohën, nuk ka diçka më të rëndësishme se sa koha për njeriu. Është betu Allahu xhalla xhelalu krijesa tjera të cilat vazhdimisht janë në shërbim të njerit, janë madhështore. Dhe njeriu as një minutë s'u jeton pa to. Është betuar në diellin. Se është elementar për njeriu. Edhe Allahu xhalla xhelalu dy herë në Kur'an është betuar në këtë ditë, në ditën e Arafatit. E para ka thonë wash-shaf'i wal-watr, pasha çiftin dhe pasha tekun. Ka thonë komentues të Kur'anit, fjala pasha çiftin është për qëllim dita e parë e Kurban Bayramit, dita e 10, qift. Ndërsa pasha tekun, Allahu ka thonë komentues të Kur'anit, është për qëllim dita e Arafatit, dita e 9 e muajit Dhul-Hijja. Pastaj Allahu xhalla xhelalu ka thënë was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Ka thënë pasha yje, pasha qiellin, që është i mbushur me yje. Wal yawmil maw'ud, pasha ditën e Kiametit, ditën që është e premtuar. Wa shahidin, pasha dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet, apo për pasha atë që dëshmohet. Ka thënë pasha atë që dëshmohet, komentues e Kuranit ka thënë është për qëllim dita e Arafatit. Mbi gjitha të nderuar vëllezër, kjo ditë kaq e vlefshme, kaq e rëndësishme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë muslimanin që ta kaloj këtë ditë në gjendje normale, në situata sikur me kaluar ndonjë ditë tjetër. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka porositur për agjërimin e ditës së Arafatit? Ka thënë agjërimi i ditës së Arafatit shpresoj tek Allahu që falë mëkatet e 2 viteve, vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Andaj ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të agjërohet kjo ditë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që Allahu xhalla xhelalu liron robët e tij prej zjarrit në xhenemin më shumë se sa në ditën e Arafatit. Andaj të nderuar vëllezër besimtarë, kjo ditë që si vjetë shënon ditën e ajte, po ndërsa Bajrami është në ditën e premte, dita e parë e Bajramit, pra dita e Arafatit është dita e ajte që do të vijë në javën e ardhshme. Ta shfrytëzojmë këtë ditë në maksimumin tonë që kemi, në vepra të mira, në punë të mira, po sidomos në lutje që i bëjmë tek Allahu xhalla xhelalu. Më shumë të shfrytëzoni këtë ditë me agjërim edhe me lutje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë ditë që lutja është më afër pranimit se sa lutja në ditën e Arafatit. Ka thënë atë që kam thënë unë dhe pejgamberët para meje, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është lutja më e mirë dhe përmendja më e mirë që mund ta bëj besimtari në këtë ditë. Andaj kjo ditë është shumë e veçantë, po shumë madhështore për besimtarin,
dhe e shfrytëzon në vepra të mira, në atë që Zoti ka porositë dhe ka kërkuar, dhe s'ka dyshim se shpërbimi do të jetë i shumë thjesht tek Allahu xhalla xhelalu. E lutem Allahun xhalla xhelalu që të na forcojë të na udhëzoj, e të na bëjë të mundur që këto momente që i ka dallu Allahu xhalla xhelalu të i shfrytëzojmë në punë të hajrit dhe në gjërat që janë edhe bëjmë peshore të shumta dhe të mëdha në jetën tonë edhe në veprat tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.